mbas 12 vjetësh, e zëm se është qeverisur mirë. Po në gjë keq është bërë këtë qeveri? Pa dyshim. Po si s'doli i burr dhe i gruan për së thotë gjysmë fjalë. Po si s'del një PD që ti thotë se sinaf. Mimi, po them ka këto gjën sot. O kanë dalë PD. Po mjaftojmë ne mos e po kur jemi pushtet është ndryshe pozicioni. Jo, pse në 2007 17 deputet votuan kundër ndryshimit kushtetuese. Ne ke gabim. Pse 17 deputet kërkuan Bamir Topin kundër protestant, Çim Babasi, Gazroketa, Dash Sula, kanë qenë Bujar Leska. Bujari që sot nuk bën betejë brenda partisë, më ka zhgënjur në kuptimin si mik që e kam. Në 2007 ka treguar burri, ka votuar kundër Sali Berishës. Por çfarë ka zhgënjur Bujari me daljen e tij. Nuk do të plasë se jemi dhe rival, nuk ka lidhje me atë, kisha sens pozitiv. Pra, pse se është përkeqësuar dhe konteksti. Pra, guxo ta bësh prap sot. Nuk kemi deputet. Kurse atëherë duhet qenë majoritar, këta menduan se kishin mundësi që rebelimi i tyre të jepte efekt për kontrollin e PD-s. Çfarë bëri? I fshiu të gjithë pasi bëri listat e mbyllura. Ajo ka qenë betejë fundit para kësaj që kemi nisur në 2017 brenda partisë. Në këto 3 mandate, kjo qeveria ka bënë një punë të mirë? Se ti je dakord, po të mirë. Nuk ka asnjë qeveri në botë që nuk bën një punë të mirë. Patjetër. Fakti nuk je mohus për gjë. Unë s'kam qenë kurrë mohus, as me shiko. Çfarë do të numërosh 3 punë të mira që ka bërë kjo qeveri? Shiko, e para besoj që rilindja urbane ka qenë një përpjekje pozitive. Por se mendoj që turizmi nuk është sektori ku duhet mbështetet kryesisht ekonomia. Unë jam më shumë për të prodhimi, patjetër. Ekonomia produse e çon ekonominë para. Megjithatë, ka qenë. Po në shtetin e vogël kemi mundësi prodhimi. Patjetër që kemi mundësi. Qytet fshati, bujësi e blegtori që janë shkatruar fare. Dhe këtu ka një minus Rama. Janë shkatruar nga kjo qeveri apo ka qenë vazhdimsi kjo? Po, nga kjo qeveri. Ja, po ka qenë vazhdimsi se një njëjtë situatë ka qenë edhe në kohë të Partisë Demokratike. Ka ardhur gjithmonë rritje. Okej, dakor. Mos insisto për gjëra që unë kam edhe dakor, dhe statistika. Sot 8% e mishit në Shqipëri importohet turpi i madh. Një vend që blegtori nga pas. Partisë Demokratike ka qenë importu. Ka qenë bo problem për ullat hungareze e miqë Argentinës. Masën nuk jam gjendje ta them. 2 herë më shumë është prodhuar. Sa ato 10 milion rrenjulli ku bën. Në gjatë kohës tonë. Tash i Berishës thuaj çfarë duash, infrastruktura, bujësia, ulja taksave, shkurtimi i procedurave administrative, kanë qenë fitore nga qeverisë Berishës. Duhet të jemi realist. Për ato që ndodhen, si janari, gërdeci, korrupsioni lokal, po edhe qendror, e gërryen PD. Prandaj Sali Berisha nuk duhet dilte më të kthej për kryetar partie, mbasi hoqi lulin që e mbante vetëm me shpatulla. Dhe kjo që edhe hipokrizia dhe gënjeshtra më e madhe që ndodhi PD dhe kjo e ka shkatruar PD. Hipokrizia e ka shkatruar atë parti.